Momentin që zëgjojmë njëri tjetrin, unë largohem, shkojmë unë dorë, nuk do shqetësoj të kemi pritur me kanënëshu. Momentin që nuk dëgjojmë të vine dhe gjithë tjere që janë. Dhe ju lutem të besojmë shumë. Unë do t'arroj gjithë situata, cilat ndodhemi, dhe asaj, do dëgjoj gjithë pyetjet tuaja, vetëm grupojnë një pyetje, bëjnë dy veta gjithë. Di shqetësime dhe do japë përgjigje për di shqetësime. Po ta mbarojmë një? Jo direkt. Po doni ju direkt? Ju jeni gjithë nga vitrinëri. Gjëja që ka ndodhur, dhe situata në cilën ne ndodhemi, është një situatë për cilën të gjithë duhet ndjeni. Absolutisht. Nga i pari të i fundit, që jeni në të sa të tjerë që si në. Keni qenë në një institucion të paakredituar me diploma që do shkonin drejt fundor dhe jo vetëm në kohën e dur, ne po bëjmë sesën e dur, para që është më pozitivja që patjetër duhet të kënaqë gjithë, ju dhe prindërve, gjithë opinioneve po ashtu. Është fakti që ne gjetëm të gjithë mbështetjen e dur nga gjithë institucionet e tjera publike, e përsëris publike, për të mundur transferimin. Jemi në bashkëpunim me shumë partnerë të rëndësishëm, të gjithë e quajnë të tepërt publik. Dhe meraku i opinionit publik është që si mundet, në atë cilësi që ju keni qenë atje, para gjykimi është në publik, ne të dëmtojmë dhe këto universitete që janë të mirë. E morëm përsipër edhe njëherë përsëris këtë gjë, duke thënë që jo vetëm nuk dëmtojmë cilësinë e universiteteve, por përkundrazi japim një imazh krejtësisht ri ndime dhe partneriteti me se nuk është fare juaj që universiteti ishte në atë gjendje në masën e çotë, po është fare juaj dhe ku keni firmosur e çka keni firmosur, po iku ajo histori nuk bëjmë atë gjë. Vja me madhe ndodh, këto ditë. Në bënd që ju me qëtësi, me maturi, mbështesi gjithë këtë situatë të vështirë që ne kemi kapërcyer me universitetet publike, e përsëris dhe njëherë, duke i rënduar me një masë tjetër studentët, ju bëni kundërtën. Më që të rinë qedet na mbështesni duke ju thënë atyre që këta janë qytetarë, këta janë studentë mirë, këta së shfaj tyre, ju lutem jeni prindër, afroni ndihmën, ju bëni ato që keni bërë. Vijonit bëni çfarë doni se jeni njerëz të vendi. Por edhe ne as nuk zbrapsemi, as nuk çoroditemi, as nuk trembemi, as lloj gjëje se ju kush ju frymëzon, mbeni flas. Sa frymëzim o treku jetë. Lere. Njerëz sa 3 vite. Një sekondë, se do të them vetë deri Po si të që neve të gjejmë zgjidhje. Dhe ju shkoni në një shans të dytë në universitetet ku doni ju. Nëse doni private, zgjidhni private, ne kemi dhe shansin publik. Të gjithë universitetet. Tjetër gjë. Ju keni sjellë disa dokumenta. Kjo është maksimumi që mund bëj qeveria. Ky është maksimumi. Ligji nuk na detyron ta bëjmë. Ligji detyron institucionet me cilat ju keni lidhur kontratat për mundësuar shansin e dytë të transferimit tuaj. Për shkak të faktit që këto institucione dhe fakti që ndodh vetëm me vitrina, me asnjë universitet tjetër, s'kemi problem. Jo, nuk ka problem. Jo. Deri ministri Bosi për mori. Po më A kupton ti se je dhe juriste, çfarë po flas? Jo. Djali ministrit të kjo, se kjo më intereson shumë se nuk e zgjidha dot çfarë. A ka mundësi një çik të Mbaroj. A ka mundësi kristali dhe vitrina
cilësia, prandaj u mbyll dhe Kristal. Diploma pse morë? A ka mos si çfarë diplomash morë? Sepse kanë institucionin atë që ishte. Edhe ju duhet ta kishit marrë diplomën. Mund pyetesh ko pyet atë që ke gjithë. Se morë dokumentacione pa plotësuar. Ja detyroni nuk ka nuk ka asnjë diferencë në institucionet që u mbyllën. Ne jemi në një fazë 3 transferimit të dokumentacionit të dosjes. Dhe them, në asnjë institucion tjetër përveç vitrinës, nuk është ky problem me dosjet. Kaq. Kjo është fjalia ime. Nuk është ky problem me dosjet. Atëherë, ka një masë madhe studentësh që në dosje i mungon dokumentacioni. Gjitha. është bërë qëllim që Edhe një, ta paroj dhe në fund dhe po e qaroj gjithë situatës se se ndjek me përgjeshmëri nga minuta në minutë. Kush nuk ka pjesë të dokumentacionit përfshirë tu dhe listën e notave, kam darë me zë dhe me figurë media për t'ju qetësuar, duke ju thonë që ne do vejmë në dispozicion të universiteteve regjistra dhe listat e notave që kemi ne, që i kemi marrë gjatë kontrollit. Dakor? Dakor. Momenti tjetër që lidhet me diplomat tuaj, që është detyrimi universitetit. Sot ne kemi bërë denoncimin policinë e shtetit për këtë çështje. Dhe do shkojnë në organet e drejtësisë, t'i nxjerrin ku i kanë futur diplomat. Çfarë mund bëjmë tjetër na thonë një çik? A detyroni kjo ishte zgjidhja, se detyroni kjo dhe policia po merret me arrestimin me çfarë? edhe sekretari, se do i kam shehu dokumentacion. Çfarë bëjmë tjetër? Ne kemi E treta që duhet të gjithë ato që kanë marrë diploma, si vjet e kështu me radhë. Diplomat e tyre nuk paragjykohen, sepse kjo ndërhyrje nuk ka fuqi pravavepruese. Dakor? Çfarë doni tjetër? Shumë e rrallë. Po se kanë marrë gjithë ato, Në qofë se të lexoj, vërtetojmë se zoti X Y për vitin akademik 2013-2014 ka përfunduar ciklin studimeve bachelor në Fakultetin e Drejtësisë ka shkollë zyrtare private Vitrinë. Me numër matrikulli diplomuar më datë 25/7. Edhe janë gjithë notat, do të thonë nga Fakulteti 3. Tani, me këtë listë notash, ne për masë nuk regjistrojmë dot, sepse për masë duhet dhe karton. Ja shqiptoj do karton. Si mund të bëjmë këtë? Në gjëmi herë që të vakin herë në gjëmi pa dërushin Tani, besoj që sekretari Përgjithësi ju ka sqaruar çfarë procesi është ky administrativ dhe Zgonë në zhurën. Tek ne, për ne, vini, protestoni, përtisti, çfarë doni, jeni njerëz të lirë, e respektojmë shumë revoltën tuaj. Atëherë, pikërisht pra, nuk ndihmoj, a ka mundësi, duke nxjerr pa fund çdo lloj historirash, vetëm dëmtoni vetë. Ju lutem, thash edhe një herë, ndiqni me shumë kujdes udhëzimin dhe çdo gjë që ne po bëjmë. Dëmtoni veten sepse askush nuk do të fusi në universitete publike ku kanë fituar 6.000 capi student që thonë kam të s'është bërë kjo që përthasin që nxjerrin në pazar. Po ju flasin në gjithë kjo histori vetëm e dëmton komunikimin që ne kemi me këto universitete. Gjithmonë flas për publiket se privatet i zgjidhin vetë si donë. Dakor? Ne Po të marrim listën e nota më shumë për vatë. Veçanërisht Po ju them, mos na çoni tëm 3 vite. Si ai që i masa thjesht çuni